U mbajt konferenca për shtyp me rastin e lansimit të një programi të ri ndërkombëtar të mbështetur nga British Council përmes UK Creative Economy Sector Development Fund. Programi zhvillohet nga Instituti i Ekonomisë së Tregut të Lirë në partneritet me Prishtina Bienale, Tula Culture Center, nga Tirana dhe Galerinë Britanike Larkin Durrell. AI ka për qëllim fuqizimin e brezit të ri të galeristëve, kuratorëve dhe sipërmarrësve kulturor në Kosovë, Shqipëri dhe Mbretërinë e Bashkuar. Për më shumë ndjekim deklaratat e trajnerëve dhe të udhëheqësve të këtij projekti. Programi është i dizajnuar duke pas target të rinj të reja që i përkasin studimeve profesionit të arteve pamore dhe është i dizajnuar në 2 module të trajnimit. 5 ditë do të mbahet trajnim për galeri komerciale të udhëhequr nga eksperti dhe galeristi i njohur në Britani të madhe Oliver De Ray, së bashku me Gazmend Ejupin, i cili është prodekan në UBT dhe ligjërues dhe kurator i njohur në Kosovë. Pastaj do të vazhdohet me trajnime për soft skills, për shkatësi të buta, bazë të standardeve ndërkombëtare dhe institucioneve ndërkombëtare. Programi ofron edhe 20 ditë mentorim individual edhe grupor për përfituesit. Kjo është ajo që do të ndikoj që jo vetëm të kenë jo vetëm talent, po dhe të marrin dhe njohuri praktike për të konkuruar në tregun ndërkombëtar. This will be aimed at giving a grassroots training from building a brand, building a gallery, building a program of artists, building a program of gallery shows. We will then look at the more practical aspects of running a gallery. We will look at the managing the budget, the finances, the cash flow, looking forward, the projections. We'll also look at the practical elements of the shipping, the customs, relating to other galleries, how we can sign works from other galleries, how we work with museums and how we engage curators internationally. Projekti për cilin ne ishim mbledhur sot, faktikisht është pjesë e një programi më të madh, i cili është një nismë e re e British Council dhe quhet Fondi për zhvillim të ekonomisë kreative ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Mbretërisë së Bashkuar. Është një fond zhvillimor i cili erdhi si derivat i takimit të 6 ministrave në Kotor të Malit të Zi në maj të këtij viti në kuadër të procesit të Berlinit, ku të 6 ministrat aklamuan dhe një deklaratë përbashkët për bashkëpunim rajonal i cili do t'i kontribuojë zhvillimit të ekonomisë kreative në rajonin ton dhe bashkëpunimin dhe fuqizimin ekonomik.